Ky person, me kapele dhe mask, që shihni në këto pamje, dyshohet jetë ekzekutori i 58 vjeçarit nga Vlora, Renato Hoxhaj. Pa dal mirë dielli, mëngjesin e së dielës, ai ishte fiksuar nga një kamerë sigurie e një pallati pranë zonës ku banonte Hoxhaj. 58 vjeçari u vra me 4 plumba pistolete, po atë mëngjes, kur sapo doli nga shtëpia. Edhe pse autori dyshuar si vrasës me pagesë është në kërkim, një tjetër person që mendohet se ka ndihmuar u arrestua të martën në Tiranë. Eris Mehmetaj dyshohet se i ka dhënë makinën atentatorit që para krimit ndroi dhe targat. Viktima jetonte në varfëri, punonte si roje dhe rezulton një pa proceduar penalisht. Ndaj motivi i vrasjes duket pak i vështirë për t'u zbuluar. Gjithsesi, ka dyshime që Renato Hoxhaj mund të ketë qenë informator i ndonjë bande ose dëshmitar në ndonjë ngjarje kriminale. Prokuroria dyshon se i arrestuari Mehmetaj që merrej me shitje pronash kishte njohje të ngushtë me autorin. Nga të dhënat Mehmetaj udhtonte shpesh në Dubai dhe sipas fotove që shpërndante në rrjete sociale, bënte jetë luksoze. Ndaj dyshohet se vrasja mund të jetë porositur edhe nga Dubai. Gjithashtu i arrestuari ishte miki i Roan Brahimit, që u bë atentat në Athinë vitin e kaluar dhe disa ditë më parë i vran babain në Lezhë. Ade, kapëm këtë vrasje që ndodhen, faktikisht spektakolare, doli ai personi me kapuç, nuk e di se kemi atë pamje, atë fotografi. Ai vrasi ndodhen, pra këta vrasje me pagesë, gjenë dhe janë të frikshëm fakt se gjenë këtë momentin kur gjithë njerëzit se ka me asnjëri tek e ka mendën ke politika, ja, sa bukur. Dhe ky del këtu tak me qetësi dhe të vret dhe të çon nga kjo botë në botën tjetër dhe ikën në mënyrë të çuditshme. Personazhe fakt frikshme se si ne bashkëtojmë, duam s'duam me këta, ja ku është ky, dali aty, ikën për qef. Qelbeta, çka ka ndodhur me këtë? U kap, s'u kap? Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6:10 të mëngjesit të datës 27 prill, ku 58 vjeçari Renato Hoxhaj sapo ka dalë nga banesa e tij, autori dyshohet që e ka pritur për rreth 1 orë e 45 minuta. Ka pritur momentin që ka dalë nga banesa dhe ka ekzekutuar me 3 plumba. Grupi hetimor nga hetimet deri tani. Këto 3 plumba, një në kokë, një në zemër, një se janë këto kanë 2 plumba në kokë dhe një. Shohim filma kështu që i vrasin një, që përqiti sigurt. Dhe dyshohet nga hetimet deri tanishme, grupi hetimor ka dyshime të forta që autori është shteta si huaj. Dhe vrasës me pagesë. Vrasës si huaj. Vrasës si huaj ka dyshime të forta. Po është një turist potencial, se ne i shërojmë aty ke turista. Dhe dyshohet që ky person është larguar jashtë territorit shqiptar 3 orë pas ngjarjes nëpërmjet kufirit të gjelbër drejt Greqisë. Sa i përket aludimeve dhe informacioneve në media që vrasja mund të jetë porositur nga Dubai, nuk rezulton e vërtetë deri tani nga hetimet e grupit hetimor. Janë informacione të dhëna për shkak se është ndaluar një person i cili dyshohet që automjetin e tij ja ka dhënë autorit pra ekzekutorit. Dhe ky person jetonte në Dubai kohë më parë. Për këtë arsye doli dhe informacione në media që vrasja mund të jetë porositur nga Dubai, po rëndon në shumë vrasje në vendin tonë jepet me njëherë informacioni që vrasja u porosit nga Dubai. Është bërë Dubai sikur me porosit me postë dhe porosit gjithë vrasjet nga Dubai. Cili është shkaku me kjo pjesë ka lidhje me një pjesë? Kjo është shumë misterioze. Kjo është shumë misterioze. Fillimisht u tha si pistë hetimi për shkak të ndërtimit të një pallati në banesën e 58 vjeçarit, por kjo pistë u sfumua, holl nga grupi hetimor, më pas dolën informacione që rezultojnë që 58 vjeçari mund të jetë informator i grupeve kriminale, por edhe kjo më duket pak e dyshim dhe jo shumë. Në fakt, personazhi që shohun, nëse shohin të viktimën, nuk duket të ketë një person i cili punonte një staturë për të vrarë në mënyrë kaq mjeshtrore. Se ky vrasi me pagesë që vjen nga jashtë, gjen pistoletën këtu, se nuk e merr nga aeroporti apo se nuk e kalon. Dikush që e pistoletën me silenciator, bën vrasjen, ka afinitet me personin, ka fotografi, pastaj ikën, japi shpegun, njeh lëvizjet. Lë pistoletën diku, se pistoleta është fatale për atë, merr planin dhe ikën, dhe s'duket. Pra, kjo është një vrasje spektakolare për sa i përket profesionalizmit. Patjetër. Atë ky personi nuk i përmbush, po thoshte Bozheku. Kriteret për të qenë ka një pikë shumë misterioze. Anduena, po, ndaj lidh tani këto. Sot është arrestuar Eris Mehmetaj, djali i një ish deputeti demokrat në Tropoj,
i cili rezulton që ka një aktivitet në shitblerjen e pronave. Thuhet dhe dyshohet që djali i ish deputetit të Partisë Demokratike ka qenë një mik shumë i afërt me Rohan Brahimajn, njëri nga njerëzit më të afërt të Ervis Martinaj i ekzekutuar në Greqi një vit më parë. Në Greqi, në Athinë. Një vit më parë. Ndërkohë që pak ditë më parë, Rohanit i është vrarë dhe babai, që ne kemi diskutuar këtu në studio, Gjovalim Prendi. Tani, pronat, Vis Martinaj, babe birë të ekzekutuar, Autor të pakapur? Dubai, vrasës me pagesë, të huaj, dyshohet pra që ky personazh i arrestuar sot në telefonin e të cilit janë gjetur komunikime me autorët që dyshohet se kanë vrarë Hoxhën, të ndirin, Hoxha, i ka dhënë makinën autorëve. Pra, fijet edhe mund të lidhen. Shkaqet dhe motivet janë ende enigëm, sepse u nxitua shumë në fillim, vetëm pak orë pas ngjarjes, të thuhet që vrasja ka ardhur nga Dubai. Dhe unë jam Do të thënë, kjo quhet pista reme që hidhet për... është bërë se trend në media, dhënje për një lloj informacioni. në Kjo mund të jetë edhe filmi i policisë, për të shkuar deri tek autorët, sepse do ta shpërqendroj Në fakt ka vëmendjen nga vendi për ta çuar Ka jashtë. diçka, policia e nisi shumë mirë hetimin, por gaboi në menaxhimin e informacioneve dhe shpërndau shumë shpejt informacione në media. Këto janë ngjarje që policia mund të jetë edhe taktik, ë? Mund të jetë taktik. Taktike që autori iku. Pikërisht pra, për ta shpërqendruar. Po ti dhe pas 3 orë shiku autori ka qenë. Ka marrë njoftim policia, se ka të bëjë dhe. Si po. Për sa kohë mori informacion policia? Për ngjarjen. Mëngjesit ka ndodhur ajo? Ka marrë në orën 8 të mëngjesit për ngjarjen. 2 orë. 2 orë. 2 orë mbrapa, iku mas 3 orë. 2 orë. Ke mbaru. Mas 3 orë, mas një orë që ka marrë një policia. Mas një orë që ka marrë. Se e kalon policia. Kjo duket një pisë. Nuk mendoj që... Më Chelsea e ka mos e ka këtë Kjo personazh. duket një pisë shumë kaos. E gjen. Kjo duket shumë kaos. Po kjo thot ka i nga Greqia. Në element kjo ka shumë kaos brenda. Ato të paktën tani që po thoshte edhe Anduena që ky lidhje dhe të dalësh te një person i cili rri në një ambient afër një pallati ku është ndërtuar, ka diçka që mund të jetë ose pjesa e pronës përsëri, ose mund të ketë lidhje me ndonjë ndërtues. Ky pjesa e pazare më janë këta, nuk është i paqartë shkaku, nuk ta thash pra që Ris me meta e merret me shitblerje pronash, do të thënë. Nëse kse. Kjo pik mund të jetë pjesë e vazhdimësisë. Pra duhet parë raporti, nëse komunikimi i këtij personi me ndërtuesin ekziston mundësia, atëherë edhe kjo si pjesë sfumuar nga grupi i Mokarën. Edhe kjo s'mendoj që është. Një ekzekutimi me fill profesionist me vrasje pagesë. Është shumë lart mënyra e organizimit, kosto. Korruptimi mund të ketë të subjekteve që mbas 2 orësh, sepse 2 orë janë shumë. Po se ka shkuar mendja njeriu që sa i është vrarë me silencatore. Me silencatore në një ambient që në 6 mëngjesit fillon lëvizja, fillon në orën diku rreth orës 6:27, fillon lëvizja. Shtëpia ka qenë shumë më janor sa çfarë shumë atje. Ka ca gjëra që nëse ka disa gjëra që nuk e dim. Unë nuk mendoj që lidhet me çështje prona, unë mendoj që subjekti duhet parë pak të kaluarën, lidhjet që ka patur me ku ulej, cilat tavolina frekuentonte, cilët njerëz, kujt i shërbente, si shërbente, çfarë shërbente. Prona është hedhur për momentin më shumë për atë pjesa sfumaturës fillestare që jepet gjithmonë nga policia, por diçka shumë madhore o ka ditur o e ka përdorur kundër dikujt shumë të fuqishëm për të arritur në një ekzekutim të këtij niveli. Me 2 plumb Bangkok, patjetër. Ose mund të ketë parë diçka që nuk duhet ta shihte. Më duket ndonjë personazh kaq nganjëherë ato që nuk duken janë ata. Përputhet personazhi me mënyrën e vrasjes. Pra është diçka që ai mund ta përdorte në forma tjera për benefit personal. Shpeshherë abuzohet me këto. Në Vlorë çështja e pronave shumë delikate. Nuk mjaftonte Petraj, mjaftonte po ta shohim si personazh, një të rrahur të mirë dhe të garantoj që detyrohet firmoste. Është metodologjia e përdorur shumë herë më para. Nuk kishte nevojë me shkuteri ke vrasja. Nuk I interesonte vrasja, është mesazh. 2 pyetje kam ose kam. Mesazh jo vetëm për këtë, po për kush çfarë ishte pas ti. 2 pyetje kam, para se minutat i kemi shumë shpejtësi. E para një
se më shkojnë shumë mesazhe për sa i përket procesit elektoral, zgjedhjet që mund të ketë rëmuja në bazë zgjedhjeve, ne sot nuk duhet të hapim panik me këtë gjë se kur s'kemi informacion. Por në këto ujë janë kështu, këto avrasit që vinë zhduken yje për 2-3 orë, por e se në dalin politikanët në përfushata, asë mbrohen, asë bëhen, i marrin këto qelmeta, i marrin këto masat e sigurisë, kanë protokollin e sigurisë. Patjetër që i Se marrin. tani kur i bën atentat presidentit të Amerikës të ardhshëm, tyretanët Patjetër që i marrin masa, po të vështrej në takimet elektorale të... Po ishte kandidati sa të, po. Po të vështrej në takimet elektorale të politikanëve tonë, sidomos në Andora, shumë kryeqytet. serios biseda, është temë Në serios. kryeqytet, kur janë takime elektorale për fushat, pothuajse trafiku në Tiranë është paralizuar, pasi gjithë policia e shtetit ndodhet atje ku ka takim kryeministri, kryetari i opozitës apo tjerë. Dhe janë të fokusuar tek rendit e siguria, po ka siguri. Për ato që për kryeministrin thuati. Si nga ana e opozitës, patjetër që po madje kanë dhe grupet e tyre personale të Ato sigurisë. personale diun që i kanë, se po... Në terren, jo vetëm pranë, po edhe në terren. Garda është aktive? Patjetër. Anduera? është, po. Të rezulton? Po. Që të vonë në elemente sigurisë elektorale janë Garda mirë. ka dhe një drejtues të rritësh, më? Prej Po kohë. pse po bëhet sa arestimet, sa gjëra tani kështu? Qishte njëri që i shkojnë spak, sa gjëra, këtun? Ishte drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Po a ishte për episodin e daljes ose hakerimit të emaileve të prokurorëve të SPAK-ut, sepse dyshohet që pjesa më e madhe e informacioneve nga dosjet e emaileve që janë kapur prokurorëve kanë shkuar në dorën e ish drejtorit përgjithshëm të burgjeve, Agim Ismailaj. Në Maria, si me ndonë ti, kur të shinimet maje është edhe afer, po nëna duke dhe larkë, se janë ditë vështira. Besoj që... Do njifet rezultate elektorale, do ketë kështu turbulenca? Do njifet? Ka jo që njefë sa Berisha më po. Nuk e njefë. Absolutisht. Po që do thotë? Që argumentit do ketë? Me qëtësi, jo me... Ate që ka gjithmonë, mi vodhen, po falsifikun, pa i e di më burë, pra ne po theme në kështë seriosët me njështë më vete. Po jo se më më para ishte më koherent, aje thoshte që me Edi Rama nuk vjen zjedhe, dumë qeveri teknike. Sepse Rama e vjen zjedhe. Kështë një formul, një trekëndësh të binduar. Po, do bëjtë revolucionin, mos bindjen civile, ranë gjitha, po shkonë zjedhe si qeqa. A i hynë zjedhe mërtura e ka të qarë që nuk fito, po do të maj atë kontingent që i ka, sa do të ketë, se do të mori deputet, dhe të ruj vetën e vetë në përmjet politikës dhe familjen e vetë. Kjo është qëllimi ti, dhe këto pare që i shpenzon, që po të garantojnë pare dalme nga zenje, tjetëri, i biri, gjithë të. Pa i prashi birë, s'ka birë tjetër, një djallë ka. Po ka dhondre, ka birin, ka vajzën, e sajtë. Zenje është i birit, një djallë ka. Po, dhe... Një djallë edhe si sa i fort gjës, po të kishtë disa djallë. Si sa i fort, a i ka djali pat gërdecin, pat këte, pat ate, e ka letë ndërtimit, ndërton kullëm Tirone. Su problemi është... I bje që kanë bashkë. Po, kështu bashkë, këtu të shi, edhe zorri mod me i gjetë burimet, tu se është... Kush do ndiq paran dhe e gjemë, po nuk ka vullnet. Dhe habitëm se si, ore Sa më erdi një informacion, sa doli diçka, pjesa e pronës e shkaku, ka marrë kërcënime, dorëzo pronën dhe pjesa e zonës për të cilën është folur, është 1.500 euro, ka arritur çmimi i pronës. Pak që nga i Tashi, unë nuk me ndoj... Më të themi me si me prokuror. Unë nuk me ndoj... është shumë banale për të qënë ka që Banale tanin... Për që ka që thjesht, po gjithësësi. Së më të themi me bindje, i takon Po pra prokurorisë. është një gjë shumë... E kalumet e. Po, unë me ndoj që nuk do të ketë aksese, sigurisht. Do të ketë agridim. Po nuk besoj që do të ketë... Ka fikse 3 minuta për këtë që. Nuk besoj që do të ketë ngjarje të rënda. Jo, unë mendoj që këtu do të, dhe me thënë, ne kemi një moment stand-by për sa i përket edhe dosjeve të nxehta që prokuroria ka në dorë dhe që është në zgrip të afateve hetimore. Dhe kjo duhet thënë. Dhe kam përshtypjen që kjo është dhe strategjia e ruajtur, që në momentin që do mund të ketë në një element trazire të anës, kush do të humbi, le të themi, nuk e dim, mos bëjmë orakullin e Delfit, se nuk kemi. Pa me më tashis, dua ta them, mos ndikoj ke vota qytetarve. Le të themi, dua të jem shumë ekulibre edhe për këtë zënë që monitoron. Do të ndërhy, le të themi, në atë pjesën e diversionit
që ndodh shpesh ke ne, spaku me në një arrestim të bujshëm. Dhe gjithë çfarë do të jetë pjesë e zgjedhjeve do të sfumohet me një arrestim që do të vi nga këto të dosjeve të fundit, le të themi, që thjesht të ta shtoj fjalën. Nuk do ketë vetëm goditje në raport me politikën, ose po do të ketë goditje në raport edhe me aktivitetet kriminale, me grupet kriminale. Dakor, grupet kriminale pa dyshim që janë pjesë, por ajo që intereson publikut në mënyrë të drejtë për drejtë është, le të themi, sfera politike, sa ata janë ata më të shëndetshëm. Mendoj që nuk do ketë rëmuar deri në moment që do fillojë procesi i numërimit. Në moment që do fillojë procesi i numërimit, do duket marr masat rreta se ti mas zgjedhjeve ke takimin që vin gjithë 15-16. Nuk do të lejën këto që të ndodhin incidente, ngjarje të rënda kur ti me 15-16 maj do jenë masat shumë të rrepta dhe i kanë marrë masat, e kanë ndërtuar strategjinë, por do ketë gjona pa dyshim. Çfarë kujtove ti të Marlia tani? Dikur kur mblidheshin në Tiranë njerëzit më të famshëm nga bota gjithë, në aeroport Rina si tuleshin kargot me trafik, mos them tani me droge, me armë. Po në një periudhë të caktuar. Në kohë të kujt? Kohë Saliut? Po që rëndësi ka? Rëndësi ka që ka ndodhur në Shqipëri. Nuk është e njëjta situatë. Po tani ti jeton në Amerikë, ti ke 2 muaj që kanë në Tiranë. Jo, e shoh më 2 muaj. Dhe ti realitetin e Tiranës nuk e njeh. Mendon që është e njëjta situatë. Mendon, padyshim, ky vend ka një probleme bukur, po jemi jashtë teme. Jo, policinë e ka në xhep, zhej. Po policinë. Kush e ka në xhep policinë? Grupet kriminale. Po dhe dekrijen të razia. Po bëhet spastrimi, Okej, le ta shohim. Nuk mendoj që... Ne nuk e dëshirojmë, ne të qemi realist. Kjo qeveri, se ajo do të thotë që të prishi takimi që do bëhet, po të ndodhi në i gjo e ronë. Dhe në qo se kjo do të ndodhi, unë po të them, nuk besoj, qo se kjo do të ndodhi, do të jetë shumë e ronë, pa i që do të bojt, po të garantoj që do të paguj shumë ronë. Do të paguj shumë ronë. Nuk ndodhë gjë se... Ska për të ndodhë, gjë. Asi gjë s'ka për të ndodhë, pa sepse biznesi do të jetë qetë. Ate, unë falenderoj shumë për parin të studio. Falenderoj Zoti Petre, Antuena, Qenmeta, Demaria dhe Zoja Bozhegu. E thamë në kryet herës që sot është 1 maj, pra festa e disave për nesh në këtë studio, po e shumicës për atyre që në ndjegin, që janë njerëz të cilët me punë i bëjnë gjërat, nuk kanë të ardhura, nuk kanë pasuria, nuk kanë kulla, etj. Dhe kanë sytë vetëm në drejtim të spaku. Pra, sepse gjithmonë e më pak po flitet për spakun, i cili është, si thush, shpresa e arbitrit. E arbitrit midis të mirës dhe të keqes, midis gënjeshtës dhe të vërtetës, midis, po themi, një mundësie për të patur një shoqëri më të ndershme dhe më korrekte, sepse, me thonë drejtën, duke mjafton të pjesëtosh njerëzit e dënuar nga korupcioni që janë burgjeve sot, që flasim, lista është me emrat pa besueshëm deri pak ditë më parë dhe goxha banor, njashtuar banorët në qelit për katëse. Mi po, simbas Giovanni Falcone, që ka qenë një nga prokurorët më ndëj antimafia, në qoftë se fut banditët brenda dhe ja le pasurinë jashtë, s'ke bërë asgjë. Nuk e bërë asgjë. Dhe kjo po ndodh. Po e shikon që ka imperfeksion, sepse pasuria jashtë, ta qa bëjnë, ai i thonë burgut, hajde po i bëj këto kaq vite që të bëj, dhe vendosin një CEO aty ke kompania, ke pasurit, ke këto. Dhe burgun e kanë si kavaleshencë. Dhe burgun e kanë si kavaleshencë, dhe legët vazhdojnë. Pra, unë në një editorial, edhe politikanëve, po si për ditë pasuria, ka të shëja punë. Më falë, do të bëjmë teme emisionës se shumë e nëzet. Jo, do të bëjmë se shumë e nëzet, po jo tani para zjeve se duket se kur në bëjmë qëndrinë. Se edhe i ka një liqik neutral marshi Spakut. Unë mendoj që i ka bërë një ftesë Spakut që gjo, mirë ke futur një, ke një bilans i të keq me arestime, por do të kesh një bilans shumë më të madhë me sekuestrim. Sepse janë pasuri të cilat i përkasin shqiptarëve dhe jo atyre të cilët i ke futur në burë. Dhe asë avokatëve që morin lobingje. Po me avokatë do marin lekët e tyre. Avokati për të duhet më shpunë. Guptu do të them, avokatë duhet të qurë. Jo, ma ja, ti jo, është të do abëm emision. Do abëm emision, por tani do transmetoj një video editorial që ka bërë i zore ime, një Shela Boksi, nga ana filmike, dhe unë e kam shkruar, dhe me këtë minutash, juroj gjithve një majnë dhe për një Shqipëri të drejtë, me një spak që sekuestron shumë pasurit të pandershme,
dhe ja kthen atë pronarëve të ndeshëm që janë shqiptarë të shke. Pse jo? Iluzioni i drejtësisë i mban peng popujt për shumë vite. Askush nuk do donte sot në Shqipëri që edhe kësaj radhe të ngopej me iluzionin e një drejtësie të rreme, sepse do t'ishte një padrejtësie dyfisht për popullin ton, thelbësisht të vuajtur e miran në shekujt e muzgët të rrugtimit të vet. Shqipëria s'bëhet kurrë. Është një fsham shekullore që del edhe sot në plot raste nga shpirti i përvoluar dhe i degdisur i shqiptarëve. Është një dorëzim me të cilën kemi bashkëjetuar përdhunshëm për shumë kohë. Tani e sa pak vite jetojmë në periudhën e shpresës që mbiquhet SPAK dhe gjykatë speciale. Si dukuri sociale, është jo pak qesharake kjo shpresë. Por shpresa dhe iluzionet janë ushqimi i rëndësishëm shpirtëror i turmave dhe duhen e respektuar, s'ke ç'bën. Në këtë fazë pra, shqiptarët kanë zgjedhur si kryefjalë të iluzioneve të tyre, SPAK-un. Ç'po ndodh? A prodhon dot drejtësia e re për të iluzionit edhe një realitet të prekshëm afatgjatë në ecurinë e jetës së shqiptarëve? Dje dhe sot që flasim, grupet kriminale të krimit organizuar me kobure në brez kanë krijuar së bashku me organizatat kriminale të kastave politike pasuri të pallogaritshme përmes bizneseve në Shqipëri dhe gjithmonë më tepër jashtë saj. E vërteta është se SPAK dhe specialet e gjykatës kanë kryer një numër impresionues arrestimesh dhe procedimesh të papërfytyrueshme vetëm pak kohë më parë. Por nëse disa koka janë prerë dhe koka të tjera priten se dosjet janë gati, organizatat kriminale me kobure apo me kollare vazhdojnë të ecin para si truste biznesi dhe interesash, duke zëvendësuar kokat e prera me koka trashëgimtarësh të rinj. Historia na mëson se krijimi i dinastive familjare zëfill pas kryerjeve të grabitjeve seriale dhe ngurtësimit të tyre në biznese legale. Bizneset shndrohen sa kaq në themelet qëndrueshme pushtetit të trashëgueshëm, ashtu si trashëgohet edhe paraja. Brezi A, që krijohet nga pionierët e politikanëve grabitqar apo kaubojsat me Kalashnikov. Brezi A ja kalon legalisht trashëgimin brezit B, duke cimentuar kastën e të pasurve legal mbi paranë e vjedhur të shqiptarëve. Kastat ose dinastit familjare janë ngritur tashmë në Shqipëri. Kush ka pak tru, e di kush janë. Kush ka sy, i sheh, dhe kush ka vesh, u dëgjon bëmat dhe gjëmat. Herojnë të zinj janë kokrisur dhe madje tërheqës. Ata janë pris të lindur të turmave frikacake. Madje, këta herojnë të zinj, shumë shpesh janë herojnë të dashur, të votuar nga populli dele, edhe për kokrisjen e tyre, edhe për arrogancën e tyre, që rrezaton forcë, egërsi dhe hakmarrje të pamëshirshme. Historia njerëzore mëson se sa më i pazhvilluar është një popull, aq më shumë delet popull dashurojnë e eksitohen të kenë një dashprirës, pavarësisht ka apo s'ka moral, pavarësisht nëse ka vrarë dhe ka prerë, pavarësisht nëse ka vjedhur e grabitur kasollet e të gjithëve ne. SPAK-u sot është në një përleshje krejt të pabarabartë kundrejt organizatave kriminale me kobure apo me kollare politike që kontrollojnë burime financiare dhe njerëzore të frikshme për nga përmasat dhe për nga egërsia vrasëse. Habitshmërisht dhe mrekullisht, SPAK dhe gjykata speciale çan, thyen apo burgosën disa liderë të këtyre organizatave, duke patur aleat kryesor entuziazmin popullor, por edhe antidrogën dhe antiterrorin amerikan. Por tash duket sikur drejtësia ka ngecur në kurthin më të madh të kësaj lufte, për fat pa vrasje dhe gjak, në radhët e spakistëve. Sekuestrot e parave dhe pronave të vjedhura janë përgjithsisht të zbehta dhe në ngërç. Trustët dhe kastet e grabitqarëve kanë CEO-t e tyre
që zotrojnë një pjesë të madhe të tregut legal shqiptar, ndërtuar me kapitane të vjedhura dhe të grabitura që vazhdojnë të fryhen duke paguar ca pak taksa, duke lënë në pushtetin ekonomik të viteve të ardhshme pinjollët biologjik në cilësinë e pronarëve të ligjshëm të këtyre pasurive të paligjshme grabitur Shqipërisë. Nëse drejtësia e re e humb këtë çast thelbësor të drejtësibërjes dhe dështon, si edhe po duket, lufta përtej disa betejave të fituara është e humbur rënd. Iluzioni i drejtësisë së kryer, pa një drejtësi të kryer rrënjësisht, duke i kthyer shtetit shqiptar një pjesë të madhe të djersës dhe gjakut të grabitur, do të mbetet një farsë. Madje, do ta kthej korrupsionin në një sëmundje edhe më të rëndë, pas një shans të zvoglimit të tij, gjë që edhe po ndodh në të vërtetë, përderisa paraja e vjedhur pjell sot shumë para legale që paguan edhe taksa, edhe TVSH. Do kemi vetëm disa koka të kputura, politikisht burgjeve, ndërsa trupi i trusteve, organizatave dhe sipërmarrjeve dëshiroj me shpejtësi plagët e goditjeve episodike dhe do vijoj të kontrolloj resurset ekonomike të Shqipërisë. Banka, resorte, miniera, fabrika, hotele, parti. Si edhe një frymë thellësisht tregtare me interesat kombëtare të shqiptarëve, të kqyrur prej tyre me përbuzje. Sepse me paranë e vjedhur apo tjetërsuar në këto 30 vite, mund të ngrihet një fond sovran që do të kishte në arkën e vet shumë miliarda dollar. Miliarda dollar të mjaftueshme për universitetet të vërteta dhe spitale të vërteta, për një industri të vërtet dhe një ushtri të vërtet që nuk i kemi dhe që mund dhe duhet i kemi. Shqipëria djeshme primitive ishte një vend që dikur prodhonte çelik, energji elektrike pa fund dhe kish vetëm pak vite më parë vetë mbrojtjen ushtarake më të përsosur në Ballkan. Mjerimi është se kasat e hajdutëve dhe organizatave të tyre të biznesit përgjithsisht nuk kanë atë det tjetër përveç resorteve të tyre, llogarive bankare dhe interesave të shitshme. Burgjezia shqiptare mjerisht nuk është një burgjezi kombëtare që të lidhi pasgjithshmërisht me interesat jetike të dheut të shqiptarëve. E pra, drejtësia e re duhet i kthej parat shqiptarëve dhe të mos mjaftohet me mbushjen e burgjeve. Burgjet janë një gëzim i përkohshëm i turmave dhe i shesheve që duan hakmarrje dhe kokprerje. Janë thjesht një orgazm shterp. Historia mëson se kokprerja dhe hakmarrja nuk është drejtësi e mirëfillt. Është thjesht një përgjakje që mbyllet si plag nga sistemi financiar i trashëgimtarëve të familjeve përfituese të pasurive maramendëse. Më mirë, më pak burg dhe pranga spektakolare dhe shumë kapitale të kthyera në arkën e shqiptarëve. Paratë e sekuestruara janë fitoria e vërtet e drejtësisë së re shqiptare. Përderisa këto para nuk rrjedhin lum nga kasafortat e hajdutëve për në kasafortat e shtetit, drejtësia ka si bilanc shtrydhjen e ca puçrave me qelb dhe kaq. Por ndoshta kjo është të kërkosh tepër nga shqiptarët.